Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni këmbë të fryra dhe të ëndura, ja çfarë do të thotë kjo për shëndetin. Receta me mente. Në gjysmë litri ujë, shtoni 2 lugë gjelle mente të tharë dhe vëreni të ziej për 20 minuta. Pastaj, hiqeni nga zjarri, lëreni të ftohet dhe kullojeni. Në vazhdim ruajeni lëngun e mbledhur për 1 javë në frigorifer. Aplikojeni në këmbë kur i ndjeni të ëndura dhe të lodhura. Receta me dafin. Merrni disa gjethe dafin dhe 1 enë me ujë. Mbushni 1 enë me ujë dhe hidhni në të gjethet e dafinës. Vendoseni më pas në zjarr të vlojnë për 20 minuta. Më pas, largojeni nga zjarri, lëreni të ftohet pak dhe zhytni këmbët në të. Mbajeni për 20 minuta, më pas vishni një palë çorape në mënyrë që të mbani të njëjtën temperaturë edhe për pak kohë. Bëni të njëjtën gjë çdo ditë dhe nuk do të keni probleme me këmbët tuaja. Këto janë arsyet pse i ndjeni këmbët e rënduara dhe si ta lehtësoni dhimbjen. Dhimbja e këmbëve nuk është e pazakontë nëse keni qëndruar në këmbë për shumë orë ose keni patur një ditë jashtëzakonisht aktive. Por nëse vazhdimisht vëreni se i ndjeni këmbët e rënduara dhe të fryra, ju mund të keni të bëni me një problem shëndetësor. Fajtorët e mundshëm mund të jenë të shumtë dhe disa mund të lidhen me problemet në venat tuaja. Variqet mund të bëjnë që këmbët tuaja të mbledhin, të jenë të rënduara apo të tkurren veçanërisht pasi uleni ose pas qëndrimit në këmbë për një kohë të gjatë. Sindroma e këmbëve të lodhura. Sipas ekspertëve të shëndetit, kjo sindrom mundet që të krijojë varësi të pakëndshme, dhimbje ose pulsimi, të cilat largohen vetëm kur lëvizni këmbët. Shqetësimi është më i zakonshëm gjatë natës kur jeni të ulur ose të shtrirë. Po stërviteni shumë. Nëse vazhdimisht i ndjeni këmbët tuaja të rënduara ose të ngurta dhe të lodhura dhe nuk ndiheni mirë edhe pas pushimit, mund të keni të bëni me sindromën e mbistërvitjes. Ajo karakterizohet nga ndjesia e lodhjes dhe e djegjes së bashku me përkeqësimin e performancës tuaj dhe mundet që t'i ndodh kujdo i cili e tepron me stërvitjen. Keni limfedem. Problemi buron nga grumbullimi i lëngjeve të tepërta limfatike, i cili shkakton ëndje dhe rëndes. Mund të ndodhë në këmbë ose në krah dhe më së shpeshti, shfaqet edhe tek personat që janë nënshtruar operacionit, rrezatimit e të tjerë. Në disa raste mund të preken edhe persona të cilët janë të shëndetshëm. Mund të keni insuficiencë venoze. Kjo gjendje ndodh kur venat tuaja kanë probleme me dërgimin e gjakut nga këmbët tek zemra. Gjendja mund të shkaktohet nga një pikse gjaku, por gjithashtu mundet që të jetë edhe rrezik më i lartë nëse keni obezitet, një shtatzani ose keni një histori familjare. Obeziteti. Obeziteti mundet që të ushtrojë presion shtesë mbi venat tuaja, gjë e cila mundet që të rrisë rrezikun për probleme si venat dhe si pasojë shkaktojnë rëndes të këmbëve. Mangësia në vlera ushqimore. Nivelet të ulta të vitaminës D, magnezit dhe të vitaminës B12 munden që të shkaktojnë dhimbje në këmbë ose një lloj rëndese. Trajtimi. Vishni çorape të cilat shtrëngojnë butësisht këmbët tuaja për të ndihmuar gjakun që të lëvizë nëpër vena në mënyrë tepër efikase. Ato mund të jenë të dobishme për të reduktuar ose parandaluar ëndjen, veçanërisht për problemet e lidhura me venat si pamjaftueshmëria venoze. Mbështetja e këmbëve. Në një jastëk
Mundet gjithashtu që të ndihmojë që gjaku ose lëngjet e grumbulluara të largohen nga këmbët dhe gjithashtu të lehtësojnë ëndjen. Të qenurit aktiv mundet gjithashtu të inkurajojë qarkullimin më të mirë të gjakut. Kripa ose natriumi bën që trupi juaj të mbajë më shumë ujë. Kjo mundet gjithashtu që të nxjisë edhe ëndjen tuaj në këmbë. Arritja e një peshe të shëndetshme mund të zvogëlojë rrezikun për probleme të cilat gjithashtu munden që të kontribojnë në rëndimin e këmbëve duke përfshirë limfidemën dhe gjithashtu venat me variqe ose pamjaftueshmërinë venoze. Ndërkohë, ekziston edhe një kur tjetër bimore e cila juve do t'ju vinë në ndihmë për dy arsye kryesore. Pasi këmbët kanë të bëjnë me edemën, i cili është akumulimi i lëngjeve në inde dhe enët e gjakut, dhe kjo kur ndihmon në largimin e toksinave dhe lëngjeve nga trupi, si edhe lëngjet akumulohen pasi ka kaluar një ditë e gjatë në këmbë dhe përpasojnë në qoftë se ju nuk kryeni aktivitete fizike, ose zemra është në vështirësi dhe tepër e dobët për të pompuar gjak, do të keni me patjetër fryrje të këmbëve. Ndërkohë, nga ana tjetër, mund të kemi të bëjmë edhe me një inflamacion i cili irriton dhe fryn indet e këmbëve. Inflamacioni shfaqet në qoftë se ju keni pësuar një fraktur ose keni lënduar tendinat. Fryrja e këmbëve mundet që të ndodhë edhe si pasojë e problemeve me venat, trombozë, variqe, probleme kronike me veshkat dhe shtatzania. Masa që duhet të merrni kundër fryrjes së këmbëve. Për të parandaluar fryrjen e këmbëve sipas të dhënave sugjerohen këto hapa: konsumimi i kursyer i ushqimeve të kripur, veshja e çorapeve të veçanta shtrënguese, aktivitet fizik i përditshëm, lëvizje të shpeshta të këmbëve gjatë udhëtimeve të gjata, mbajtja e këmbëve ngritur mbi nivelin e zemrës për gjysmë ore disa herë në ditë, por nëse vëreni që fryrja e këmbëve mund të jetë si pasojë e një sëmundje kronike, nuk duhet ta injoroni. Nëse vëreni që këmba ju dhëmb, nuk merrni dot frym ose ndiheni ekstremisht të drobitur. Ndërkohë, ne këtu do t'ju prezantojmë recetën fantastike kundër fryrjes së këmbëve e cila ka të bëjë me çajin e majdanozit. Ky çaj ju ndihmon që ju të nxirrni jashtë trupit lëngjet e akumuluara. Atë mund ta përgatisni duke zgjerrë 2 lugë me gjethe të thata majdanozi ose në formën e pluhurit në 2 gota me ujë. Lëreni gjethet e majdanozit në ujë gjatë gjithë natës. Kullojeni dhe të nesërmen kurën përsëriteni sërish derisa fryrja juaj të zhduket. Ndërkohë, ekzistojnë edhe disa ushqime të cilat janë të përshtatshme për këtë problem, si për shembull domate, vaj ulliri, barishte si spinaqi, arrorët si bajame dhe arra, salmon, skumbri, peshku ton dhe sardelet, fruta si luleshtrydhe, boronica, qershi dhe portokalli. Për më tepër, ekspertët rekomandojnë pirjen e të paktën 8 gota ujë në ditë. Ndërkohë, mund të shmangni këto ushqime si alkooli, produkte shtazore, mishi i viçit, kafeina, çokolata dhe gjithashtu produktet e bulmetit, ushqime të skuqura, ullinjt, turshit, duhani, mielli i bardhë dhe sheqeri. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.